أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين Falenderojmë Allahun dhul xhelal, selam e salavat për Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë inshallah me pjesën që na ka mbet tek forca argumentuese e Kuranit. E kena mbet tek shembuj praktik të argumentimit kuranor. Na I kena përmend disa prej këtyre shembujve edhe dje, duke i shpjeguar, duke i shtjellu metodat të cilat I vën funksion Kurani Fesnik kur argumenton çështje të ndryshme. I kena përmend disa prej këtyre metodave, mirë po jo të gjitha. Domethënë kena parasysh që kjo çështje, pra çysh është Kurani argument edhe kur është e tek është çështje shumë e gjerë dhe shumë e thellë, është për temave të përveç usulul fikut, I përfshin edhe deg tjera të elementeve fetare, përfshin edhe ditori tjera të fesë islame. Mirë po na I kena marrë dhe kena përzgjedh që ato që janë më kryesore, edhe kena përmend që ato që përsëriten më shumti, në mënyrë që pak a shumë me u fut në këtë shkencë, mirë po askush mos mendoj që me që kaq u kry, domethënë çështja e Kuranit më është e qartë dhe s'kan nevojë kur gjë më shumë me marr për te kësaj. Megjithëse kena përmend këto disa prej këtyre shembujve, këtë pjesë paku derisa dalim tek dyshime, kisha pas qef ka pak edhe ndërhyrjen e juaj, pra edhe kontributin e juaj që ta mbajmë pra interaktivitetin edhe me qenë se është ora e parë, zakonisht ata që kanë pushu mas sabahut janë hala nuk janë kthyer mirë, kështu që duke qenë kështu pjesëmarrës aktiv, inshallah edhe largojmë gjumin. Këto janë disa prej shembujve që ku marr, janë 6 zosh. Është ajete që Allahu argumenton ekzistencën e Zotit, edhe formën që argumentohet dhe me pa, është njohshmëria e Zotit, I kena përmend këto, është autenticiteti I shpalljes, pra që kjo shpallje është autentike për Allahut, është argumentimi moral dhe shpirtëror, ndikimin që ka Kurani në shpirtin dhe zemrën e njeriut, është rasti I debatit të Ibrahimit a.s. me mbretin e kohës së tij, edhe në fund I kena një shembull nga koha jonë, këto inshallah ja u shpjegoj se çush ka ndiku Kurani Fesnik tek njerëz që kanë jetuar, domethënë deri shumë afër me neve. Për ekzistencën e Zotit kena përmend këtë ajet. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Domethënë, a mos vallë ata janë krijuar nga hiçi, apo mos janë ata krijues të vetvetes, a mos vallë ata kanë krijuar qiellin dhe tokën, nuk është kështu, por ata nuk janë as pak të bindur. Kush mundet me na ndihmu pak me na tregu çfarë forme argumentimi është kjo? Domethënë Allahu çtu, nëse I lexojmë këtë ajete, kurko nuk po thotë që Zoti ekziston. Tekstualisht, pra, a mos vallë ata janë krijuar nga hiçi apo mos janë ata krijues të vetvetes, a mos vallë ata kanë krijuar qiellin dhe tokën, nuk është kështu, por ata nuk janë as pak të bindur. Pra nuk vetë është të mohu. Nuk po thotë kurku që Allahu është krijuesi. Në çdo ajete. E çush e kuptojmë që Allahu është krijuesi? Po Elber. Je ke përmend domethënë që nëse nuk ka diçka të krijuar për me kriju, domethënë vetëm Allahu mund të bëjë. Jo. Po. A mundet të dikush tjetër me shto? Diçka? Kjo vjen në deduktive. Po, ama çka I bën deduktive? Deduktive për Allah për shembull ta ose vjen një shembull, Po. I cili të më në kuptuar rezultatin e saj. Për shembull, për shembull në shiut. Po, le të përmbajmë në këtë shembull. Sa ajo është me sqaruar deduksionin, po. Po. Kjo vjen se nëse ti e krijon, automatikisht një shkaktar I krijimit tan. Po. Pra, Allahu I Madhnum I sjell disa pyetje retorike. Po. Porno. Ti dia po të shpjegoj domethënë krijimin nga asgjë. Po. Edhe po krijim për disus. Po. A ki është të dosh më shumë të Jo, domethënë Allahu I Madhnum na I bën disa opsione të cilat janë absurde. Pra, a ka mundësi që njeriu dikush u kriju prej hiçit? Jo, s'ka mundësi. A ka mundësi që dikush e ka kriju veten? Jo, s'pas ka mundësi. A ka mundësi dikush me kriju ndërsa vetë është I krijuar? Jo, s'ka mundësi. Atëherë mbetet vetëm një opsion, edhe pse nuk është përmend që është I saktë. Domethënë, pse Allahu në këtë formë domethënë argumentohet, për shkak se më ta provoku ty mendjen, që ti me qit në funksion mendjen tënde. Sepse nuk po të thotë rrjedhimisht se ka mujt Allahu me të thënë vetëm Allahu është krijuesi, pik. Edhe u kryu. Mirë po, kur ti jep ty opcionet
të cilat masi analizon janë të pamundura, atëherë me mendjen tonë t'i vjen në përfundim që nuk ka mundësi me ekzistu na dhe gjithçka që ekziston ndryshe, vetëse me krijimin e Allahut të lartësuar. Besoj që është i qartë si shembull prej metodave që i përmend Kurani fisnik. E kena shembullin tjetër që ka të bëjë tash me tauhidin, me monoteizmin, pra me njëshmërinë e Zotit. Thot Allahu në Kur'an: "Law kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata, fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun." Thot sikur në qiejt edhe në tokë të kishte zota të tjerë përveç Allahut, si qiejt ashtu edhe toka do të shkatërroheshin. Qoftë i lavdëruar Allahu, Zoti i Fronit dhe i lartësuar mbi çka ja veshin atij. Edhe këtu Allahu i Madhun nuk po thotë që është vetëm një Zot. Apo? Domethënë çdo ajete nuk ka, në çka ajet nuk ka shprehje që Allahu është Zot i vetëm ose Allahu është i adhuruar i vetëm. Nuk e kena. Mirë po, na i bën një situatë e cila është e pamundshme. Kush do të më shpjegoj pak? Çush e kuptojmë, çush vim në përfundim që ka vetëm një Zot duke marrë parasysh këtë ajet? Po Elber? Domethënë për ima herë se se ditja ti përmend që nëse do të kishte domethënë dy zota, njëri do të ketë diçka ndryshe, tjetri ndryshe, me formu ose me kriju ose me. Po, domethënë ky është argumenti ndryshe njihet edhe argumenti i unitetit të rregullit. Domethënë kur ka një trajtshmëri, secili rregull brenda një tërësie të rregullave. Pra, e shohim që gjithmonë nata dhe dita është e parashikueshme. Pse? Se Allah e ka caktuar në mënyrën qysh me lëviz trupat qiellor që në kohë të caktuar me u bë natë dhe në kohë të caktuar me u bë dita. Pra, i ka përcaktuar sakt qysh duhen me lëviz trupat qiellor me një rregull të caktuar. Sikur të kish pas edhe një Zot tjetër, i kishin bën nashta një javë më kon kështu e një javë më kon ashtu. Kjo është nëse ishin kon të marrën vesh dy Zotë. Nëse ishin kon luftë me njëri tjetrin, njëri kish bë për inatit një Zotit parë kish bë çush kish dash vet, e ky tjetri kish bë për inatit Zotit tjetër, çush kish dash vet. Fakti që nuk ka inat, domethënë fakti që nuk ka çrregullim, fakti që nuk prishet harmonia e mbarvajtjes së botës në tërësi, është argumenti më i fortë që është vetëm një Zot. Se në argumentin e parë thamë që duhet më kon dikush diçka, e jo domosdoshmërisht një, po i pa krijuar me mujt me kriju. Apo? Në shembullin e parë. Tash në këtë shembull thotë që ai që duhet më kon i pa krijuar në mënyrë që me mujt me kriju, duhet më kon vesh një. Se më kon më shumë, atëherë i kishim pa diskrepancë, edhe kishim pa, domethënë shenjat e dy krijuesve, në fakt na përshëndet vetëm shenjat e një krijuesi. A keni qartë këtë pjesë apo? A është e qartë? Nëse ka ndaj paqartësi, unë kam qejf që më sqaru, sepse mas këtyre shembujve dalim te dyshime. As po kam qejf me dalë te dyshime pa e kuptuar saktë. Kështu që është shumë e rëndësishme nëse keni diçka të paqartë, me mnal edhe me pyet. Prandaj edhe surja Kul hu Allahu ahad, që e dim krejt, është surja, domethënë, që ka bashkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka vlerë 1/3 të Kuranit. Pastaj qysh 1/3 të Kuranit, zana më nal në tefsirin e surës, po për shkak të atributeve të sakta që i përshkruan Allahut të Madhëm. Në këtë surë thotë Allahu pra Kul hu Allahu ahad, thuaj Allahu është një. E thotë shprehimisht këto që nën kuptohet te këto ajete. Allahu Samad, pra ai është absolut. Çka i bën Samad? Dikush për cilin krejt kanë nevojë ndërkohë që ai nuk ka nevojë për askën. Lam yalid wa lam yulad. Nuk ka lindur, as nuk është i lindur. Pra rrjedhimisht, sikur të kish pas një Zot i lindur, edhe ai shkon Zot. E pastaj ishin kon dy. E kur ishin bë dy, pastaj kishin pa çat mungesë të harmonisë në ekzistencë. Po fakti që s'ka mungesë të harmonisë, po gjithçka është harmoni, neve na bën me kuptu që është vetëm një Zot i vetëm, edhe thot Allahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad, edhe askush nuk është i denj as në shkallën e krahasueshmërisë me Allahun. Çka i bën që kjo? Kur kush s'është i denj që me hyp as në shkallën e krahasueshmërisë me Allahun e Madhëm. Çush e them me fjalë hala më të thjeshta? Domethënë, a ka dikush me thënë diçka jo? Domethënë, kur kush nuk është diçka në ligën e njëjtë që me mujt mu krahasu. Allahu takon shembull më i lartë. Ama për shembull nëse marrim në sport, ku e diu, ne më marr për shembull boks. Është me kilogram duke t'i kanë aty. Po. Tash një fëmijë i porsalindur
Nuk mundet me hy as në kategorinë, domethënë në ligën e atyre që janë më të fortë, sa është pesha 100 kg, ku e diun. Nuk mundet as me hy në atë ligë. E jo më kon i fundit në listë, po as nuk mundet me hy në çat listë. Edhe një krijesë, sepse gjithë kusht tjetër përveç Allahut është krijesë, nuk mundet as me hy në listë që mu krahasu me Allahun. E lërë më që mu kon, domethënë, pastaj me krahasu është më i fortë Allahu, është më i fortë dikush tjetër. Për shembull, shumë herë gabon njerëzit dhe thënë e shohin sikurse Allahun edhe Iblisin rival. Domethënë është Allahu, edhe ana tjetër është Iblisi. Kjo domethënë është shumë e pa drejtë ndaj Allahut edhe domethënë shumë me mendësi e cekët. Iblisi është i krijuar. Me dashur Allah e bën plun, çu ka më bën ditën e gjykimit. Po Allah e ka enfatizuar për një urtësi të caktuar. Pra nuk është as në ligë që me mujtë mu krahasu, prandaj Allahu thotë walam yakul lahu kufuwan ahad. Një argument tjetër që Allahu i madhum e bjen është për profecinë dhe autenticitetin e shpalljes, thotë Allahu në Kur'an: "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idha lartab al-mubtilun." Para këtij ti o Muhammed nuk kishe lexuar kurfar libri as që kishte shkruar gjë me dorën tënde, për ndryshe ndjekësit e së pavërtetës do dyshon. Ky është shembull i ri që nuk kena përmend dje, e ky ka të bëjë me vërtetimin që Kurani është prej Allahut më vonë. Thotë Allahu më thon pika më e dopt, se pejgamberi sa s'ka asnjë pikë dopt. Allah e ka krijuar në çat formë, edhe e ka rritur në çat formë që mos më pas asnjë pikë dopt, edhe s'ka as ku mu kap kundërshtar. Po kur doin mu kap diku kundërshtar për me ofendu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thon ai nuk ka ditë as shkrim lexim. E pikrisht fakti që s'ka ditë as shkrim lexim, nuk keni material që me akuzu, më thon e ka shkruar Muhamedi alayhis salam Kur'anin. Që është mundet me shkruar Kur'anin dikush që s'din as me shkruar as me lexu. As mundi më thon që e ka kopju, domethënë e ka marrë, ka lexuar diku tjetër, ndonjë libër tjetër dhe pastaj e ka kthyer në bazë të asaj domethënë u bë sikur po i shpallet Kur'ani. Prandaj Allahu i madhëm atë dyshimin të cilin kanë mujt edhe e kanë qitë, prapë pretendojnë përkundër këtij ajeti, domethënë prej cektësisë së tyre e pretendojnë këtë gjë, mirë po, domethënë ja, kjo i kthehet atyre. Për shkak që pra Allahu i madhëm i demanton ata në këtë formë, ku duke treguar që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe me padasht me shkruaj s'ka mujt me shkruaj. E lërë me që u konë, domethënë ka dhe teste tjera në librin e Allahut, ku e shohim që është fjala e Allahut të madhum. Gjithashtu Allahu i madhum në këtë temë e bën edhe sfidën, të cilën e kena përmend dje. Pra nëse po thoni që Kur'anin e pas ka shkruar një njeri, atëherë hajde shkruajeni edhe ju. Bëni edhe Kur'an. Pastaj var sfidën, s'muni me bëj Kur'an, hajde bëni bila 10 sure. S'muni me bëj 10 sure, hajde bëni bila vetëm një sure të vetme, edhe aty domethënë historia është argument që kanë dështuar. Shembulli tjetër prej forcës argumentuese të Kuranit është ky shembull që ka të bëjë me qetësinë të cilën Kurani fisnik pra ja jep njerëzve. Thotë Allahu në Kur'an: Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan. Allahu është ai i cili ka shpall fjalën më të bukur në formën e një libri, pjesë të cilës i ngjasojnë njëra tjetrës, pra nuk kanë kontradikta mes njëra tjetrës. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Prej tij thot u rënqethen lëkurat atyre që i friksojnë Zotit të tyre, e mandej qetësohen lëkurat edhe zemrat e tyre kur përmendet Allahu. Ky libër është udhëzim i Allahut, nëpërmjet tij Allahu udhëzon këtë doj, ndërsa ata që Allahu e shpjen e humbjes mund ta udhëzoj askush. Ky libër, domethënë ky ajet, e jep një konstatim. Thotë besimtar kur ta lexojnë Kur'anin, afektohen prej tij. Edhe kjo është diçka të cilën na e shohim edhe dëshmojmë. Mu më ka ra për shembull me u fal mas dietarëve, le të them mas xhallarëve, alhamdulillah Allah më ka begatu, edhe thuaj se nuk e kam ni asnjëherë tu e lexu al-Fatiha, alhamdulillah rabbil alamin, e mos domethënë me zor me mujt me çit deri në fund prej të kajtmes që e ka pas për kuptimeve që i ka kjo sure. Edhe kjo e vërtetohet prapë tek ajeti që Allahu thotë inma yakhshallaha min ibadihi al-ulama, vërtet Allahu të friksohen për robërët e tij dietarët, për shkak të kuptimeve të mëdha që i ka. Hajgjema një libër tjetër, i cili është çaq i fortë, saqë sa herë ta lexon një fragment, ti emocionohesh për ti. Për shkak të kuptimeve të thella që i ngërthen.
Pra, kjo është njëna prej aspekteve të Kuranit Fisnik, i cili është i veçantë në krahasim me gjithçka tjetër. Allahu i Madhnuar na e bën këtë part të Kuranit Fisnik. Të çeku i keni, testojeni, provojeni, bëni matjet e juaja, nxjerrni fakte shkencore dhe këshyreni, a mundi me gjetë diçka tjetër që është ngjashme me Kuranin Fisnik. Pra, Allahu i Madhnuar në këtë ajet ndër tjera thotë i ka dy funksione Kurani Fisnik. Edhe subhanallahu, domethënë nëse i kqyr edhe analizon, të dyja këto i shfrytëzojnë më shumti njerëz që janë më afër Kuranit. E para është thotë që i rënqeth lëkurat edhe zemrat, bën më udhridh, më utut. Para mendo kur i lexon ajetet e xhehenemit, edhe ti ja nis me parafytyru në mendjen tënde çka i bën me kon xhenem. Çka i bën me kon lënë djegse e xhehenemit bashkë me gur. Pra Allahu Madhum thotë që lënë djegse e xhehenemit, pra benzina e xhehenemit janë njerëz edhe gur. Veç të mendojnë që to, domethënë edhe pastaj e shet dobësinë edhe vogëlsinë tënde në raport me gjithçka tjetër. Në anën tjetër e lexon për shembull ajetin që Allahu i fal këtë gjunahet, këtë mëkatet. Edhe mas këtij friksimi e ndjeni lloj të qetësisë, rahatisë, e gjeni prehje dhe gjeni stre. A ka diçka tjetër që është ngjashme me këto? Jo, s'ka asnjëherë. As hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e kanë këtë rol. E lëre më fjalët e dikujt tjetër. Ajetet pastaj që tregojnë për qetësimin e friksimin ka të shumtë, mirë po ne e kam marrë vetëm këtë shembull, i cili pra e konstaton një rregull, edhe që është një prej mënyrave që argumentohet Kurani Fisnik. Shembulli i debatit mes Ibrahimit alayhis salam dhe mbretit Tiran. Ky është një kush u kanë për sabah në xhami, hoxha na i ka lexu pikërisht këto ajetet në namazin e sabahut, hoxha Vedat, Allahu e shpëleft. Pra, ky është një shembull i debatit që ka pas Ibrahimi alayhis salam me mbretin. Edhe Kurani Fisnik na e tregon neve mënyrën që kanë debatu pejgambert me kundërshtarët e tyre, duke i pas parasysh mësimet e Allahut të Madhëm, duke u frymëzuar për Allahut të Madhëm. Pra, ndër tjera, Ibrahimi alayhis salam pra thot Allahu Madhëm, idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Pra, kur Ibrahimi i ka thënë mbretit, Zoti jam është ai i cili ngjall edhe vdes, pra jep jetë dhe shkakton vdekje. Qala ana uhyi wa umit. Ka thënë ky mbreti edhe unë jam ai që jap jetë dhe shkaktoj vdekje. Edhe ka demonstru. I ka pas dy të burgosur, i ka thirr. I ka thënë hajdeni këtu. I ka thënë ti je i liruar. Tha këti ja kom dhënë jetën. Këtë tjetërit i ka thënë këto mbyteni. Thot këti i kom shkaktu vdekje. Domethënë, a është e logjikshme që kjo formë argumentimit? As pak. Mirë po, Ibrahimi alayhis salam nuk ka vazhdu me debatu me to, nuk ka dash me ranë në nivelin e tij. Sepse kjo nuk ka kur fare sensi. Me myt njerin edhe me thonë, unë e kom shkaktu vdekjen, ndërkohë që një njeri që i ketë robru me liru, me thonë unë e kom shkaktu jetën, apo ja kom dhënë jetën. Atër Ibrahimi alayhis salam ja bën një tjetër sfidë, e i thotë, në kofshë Zot për një me, qysh po pretendon, atër hajde më përmbushë këtë sfidë, thotë, qala Ibrahimu fa inna Allahi ati bishamsi min al-mashriq. Thotë, ka thënë Ibrahimi, Allahu, pra Zoti jam, vjen me diellin prej lindjes, fa ati biha min al-maghrib. Hajde ti pe perëndimit. Apo pretendon fuqinë absolute, apo pretendon që është Zot absolut që kontrollon gjithësinë, shumë rregull. Po të besojmë edhe na. Hajde bëne diçka për veprimeve që i bën vetëm Zoti. Hajde kthehet për mbys botën. Hajde të del didhi në anën e perëndimit, le të lind në anën tjetër. Atëherë fa buhita alladhi kafar, atëherë thot ai mohusin beti goj hapur, edhe pastaj thot Allahu në fund thot Allahu nuk i udhëzon ata që janë keqbarës. Ibn Kathir Allahu mëshirov kur e shpjegon këtë ajet thot mbretit arrogant i u pre fjala dhe spati kundër përgjigje. Kështu argumenti i Ibrahimit u bë i qartë dhe triumfoi, Allahu nuk i jep argument pa drejtëve në dobitë të tyre. Pra Allahu nuk i lën me fitu me argumente. Munden me fitu për shkak të forcës, fuqisë që e kanë, e cila vjen si pasojë e shkaqeve që i kanë marrë. Pra, nëse një musliman e jo musliman janë në garë për diçka, apo janë në dy luftim, kush i merr shkaqe që ai fiton? Kush i merr shkaqe që ai fiton? Pra, kush përgatitet që ai fiton? Se këto janë ligjet e kësaj bote, nuk munden më u thy. Allah i ka vendosur këto ligjet. Mirë po, argumentet kundër fesë nuk mundet me
me mujt. Nuk mundet me mujt fen, mundet me mujt një përfaqësues të feje i cili nuk është përgatitur ç'është duhet. Mirë po asnjëherë nuk mundet me mujt doktrinën, nuk mundet me mujt fen, sepse ajo është, çu thonë anglisht bulletproof. Domethënë s'ke kaj mshon. Sepse është për Allahut më dhomë. Tonë anë është e fortë dhe s'ke kur ku domethënë ku me depërtu apo me gjet një diçka më të vogël ku mundesh me u kap, aq më pak në Kur'anin famlar. Edhe për me përmbyll pjesën e shembujve, përmendim një shembull nga koha jon për me ilustru pra ndikimin e Kur'anit fisnik. U ka një mjek francez i shekullit 20, pra shekullit kalon, muj me shqiptu keq emrin, Maurice Boisseli. Ky domethënë e ka marrë me studiu Kur'anin me qëllim që mi gjetë kontradiktat në to. Me qenë se u kon mjek, është koncentru shumë në pjesën e që ka pas bëj me mjekësin. Edhe i ka varë të ajetet e krijimit të njeriut, etapave që i kalon, domethënë njeriu në barkun e nënës së tij. Kur i ka marrë dhe i ka analizu, domethënë ka mbet pa fjalë edhe ka thënë nuk gjej në Kur'an asnjë fakt që të jetë i papajtueshëm me shkencën moderne. Edhe transmetohet thuhet që e ka pranu Islamin, nëse ka pranu Islamin, Allahu e mëshiroft e falt, po ajo që na intereson neve këtu është që Kurani pra nëse e merr dhe studion, nuk e studion me qëllim vetëm e kundërshtu. Po nëse e studion me qëllim e kundërshtu, edhe keni korekci të brendshme, s'ke çare po u bind në vërtetësinë e tij. Mirë po, nëse ti mundohesh veç mi kqyr, mi kap në segment aty këtu, edhe pastaj me nxjerr për kontekstit qëllimisht edhe me vetdije, po nuk mundet me të bëj dobi. Përndryshe, nëse ja kushton një pjesë të jetës tënde, edhe nëse nisesh me një jetë keq, edhe nëse nisesh me mendje të keqe, Kurani fisnik ta ndreq edhe ta shëron. E çka është puna nëse të nisesh me një jetë mirë, edhe nëse nisesh me mendje të mira. Pra, padyshim që Kurani fisnik ti hap dyert e kuptimit edhe gjithashtu të shton shumë bereqet në jetën tënde. Ky pastaj, meqense kon shkencëtar, ka shkruar një libër, Bibla, Kurani dhe shkenca, edhe aty pastaj i ka pru argumentet më të forta për komunitetin shkencëtar, jo besimtar që u kon. Se për neve nuk ka pas nevojë, për neve është e qartë, na jena të bindur që është fjala e Zotit. Po për komunitetin e tij, domethënë që janë shkencëtar, i ka pru argumente të prekshme dhe fakte të prekshme, për cilave ta shërbehemi edhe na. Edhe na shërbehemi me përfundimet që i ka bëj, i cili, domethënë në mënyrë të paanshme i ka vlerësu ajetet të cilat janë në Kur'an fisnik, duke i përballë me zbulimet apo gjetjet shkencore, edhe nuk ka gjetë asnjë dallim apo asnjë diskrepancë mes tyre, e Allahu domethënë këto na e ka paralajmëruar. Edhe kjo vazhdon domethënë. Si thot Allahu në Kur'an, "Wa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Ne kemi më u treguar atyre shenjat tona në hapësirat toksore e qiellore, se në vetvete derisa të bëhet plotësisht e qartë se ai Kurani është e vërteta. Pra, përmes këtyre shembujve që na dash me ilustru që qysh Kurani fisnik i përdor ajetet, argumentet dhe në çfarë forme argumentohet, e kjo krejt e qet në pa forcën argumentuese të Kuranit. Tash inshallah do na mundal tek dyshimet rreth Kuranit fisnik, duana me pas parasysh që asnjëherë nuk mundesh mi mbledh të gjitha dyshimet. Po mundesh mi përmbledh disa kategori të dyshimeve, disa lloje të dyshimeve, mi kundërpërgjigj atyre, rrjedhimisht pastaj me pa që secili dyshim tjetër nuk ka kurfar relevance. Sepse nëse e merr 1, 2, 3 dyshime, edhe ato e sheh që nuk qëndrojnë, atëherë pjesa tjetër e dyshimeve gjithashtu nuk qëndrojnë. Unë jam mundu mi zgjedh dyshimet që janë më të rënda apo më të këqija. Në mënyrë që nëse i përgjigjemi atyre, dyshime tjera më të lehta nuk kanë nevojë as me kthy kryt rreth tyre. Sa i përket dyshimeve, pra do ne më marr 5 kategori të dyshimeve që i kanë kundërshtarët apo mohust apo jo besimtarët lidhje me Kur'anin fisnik. Dyshimi i parë ka të bëjë me origjinën e Kur'anit, pastaj është dyshimi i dytë është pretendimi për kontradikta, pra Kur'ani ka mospajtime sipas tyre. E treta është kontradiktat apo mospajtimet e Kur'anit me shkencën si dyshim. E katërta është pra Kur'ani i njëjtë që ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që ka pas Abu Bekri, Omeri, Uthmani dhe që kena në sot. Edhe e pesta, a vlen Kurani edhe për kohën tonë. Pra kjo pak a shumë janë këto 5 kategori të dyshimeve, e pastaj brenda tyre ka edhe dyshime të shumta. Dyshimi i parë, a ka Kurani burimin hyjnor
apo është vepër e njeriu. Shumë prej pretenduesve, të cilët nuk janë rrjedha fort me personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po thjesht mundohen me krahasu Kur'anin me Biblën, për shembull. Nuk e ka studiu Kur'anin, po vetëm thjesht prej largit, edhe kështyr historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me qëllim që me gjetë diku ku mundet më kap, vinë edhe thonë që Kur'ani është i shkruar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për shkak që në Kur'an gjejmë gjërat që janë të njëjta sikurse ato që janë në Bibël. Pra i gjejmë tregimet e njëjta që ka përmend Bibla, i gjejmë edhe në Kur'an. Madje thonë në Bibël në herë janë shumë më të gjata, Kur'ani i ka shkurtu. Pra kjo është pretendimi i tyre, e ku i ka mësuar thonë mbas tyne ku i ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kto thotë i ka mësuar prej Behiras, nëse jeni ngjarje me historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon në Sham dhe nalet në prift, u koni Behira në prift, edhe aty u kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë i ri, nëse si jam gabim rreth moshës 3-14 vjeçare ose edhe pak më i ri, edhe pse ka pasaj mos pajtimet mes historianëve sa u kon mosha e saktë, gjithsesi, pra u kon një moshë shumë të re, e ka pas një takim tepër të shkurt, e thonë që ky e ka mësuar, edhe pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka shkruar Kur'anin vet. Edhe mësuesi tjetër i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam u kon Waraka ibn Nawfal, që u kon pra kushëriri i Hatixhes, Allahu qoftë i kënaqur me to. Edhe thotë ky e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, meqense ky u kon i lexuar prej feve të tjera. Ky është pretendimi i tyre. Cila është kundërpërgjigja jonë? A keni dikush ndonjë kundërpërgjigje ndaj kësaj? Po, mirë po thonë që i kam mësu prej këtyne, ata e kam tregu. Do të thonë s'ke nevojë me shkru, do të thonë, se pejgamberi sa prap nuk e ka shkruar Kur'anin, ja u ka diktuar shumë, po. Nëse ti ke kontradikta dhe gabime në Bibël, pse si ka marrë edhe ato? Plumb. Po ka diku bodallimin. Kjo është një pikë shumë e fortë, pra meqense nuk ka kontradikta në Kur'an, çu ka kontradikta në Bibël, do të thonë që burimi nuk është i njëjtë, sepse spaku në Bibël ka shumë kontradikta. Spaku bile njëoj ke shkap në mesin e gjithë atyre. Pra kjo është njëna prej shembujve të mirë. Mirë po Kurani fisnik, që to dyshime që ata i kanë pas, i përmend vetë Kur'an. Pra, Allah i madhum vetë i përmend Kur'an. E më konë një dyshim i fort, ti nuk e qetë vetë që ato. Pra më konë dikush që të akuzohen për diçka, që të na thënë e ki mizën në kapuq, dhe më thënë ti nuk e qetë që ato. Thotë Allah në Kur'an, wa qalu asatiru al-awwalin iktadabaha fahia tumla alayhi bukratan wa asila. Thotë ata thonë këto janë prova të popujve të lashtë, të cilët i ka vënë të shkruashin e të lexohen atin mëngjes e mbrëmje. Pra, Allah e ka përmend kët edhe e ka lënë që më konë në Kur'an. Prej fakteve më të forta që kjo nuk qëndron, e para është që Allah i madhnum, edhe pse i ka kësi historitë të ngjashme sikurse në Bibël, kjo nuk është argument kundër Kuranit, po është argument për Kuranin. Sepse na nuk pretendojmë që libra tjerë i ka shpall një Zot tjetër e Kuranin e ka shpall Allahu. Meqense Allahu i ka shpall dhe libra tjerë, do e mos që duhet me pas ngjashmëri edhe me librin e fundit që e ka shpall. Pra kjo është argument për neve e nuk është argument kundër neve. Mirë po, librat e mëparshëm kanë ndërhyr dora e njeriut. Rrjedhimisht ato janë dëmtu në aspektin e mënyrës që ka shpall Allahu i madhnum. Kanë ndërhyr dora e njeriut. Prandaj gjejmë kontradikta për shkak që kanë ndërhyr dora e njeriut. Kur themi kanë ndërhyr, nuk i bën që kanë shkuar për fillimit krejt. Pra ti ndërhyn në një përmbajtje që tashmë ekziston. Nuk ndërhyn në diçka që nuk ekziston fare. Pra ky është argument për neve, nuk është argument kundër neve. E dyta, e shohim që po si argument më thonë. Po. Pjesa e historisë me Omerin që vjen nga pjesën e Tevratit. Edhe që pejgamberi se meritohet që do thonë edhe Musa alayhis salam ti shkon këtë kohë kish pasur tjetër pse në pasur. Po Allah është problem. Po është një pjesë tjetër që unë deshta me vazhdu, ka të bëj me rrëfimin e ngjarjeve. Që aty e kanë dhimbën më shumë, do të thonë Kurani fisnik e bën rrëfimin e saktë. Ndërkohë që në Bibël rrëfimet për pejgamber janë blasfemike. Do të thonë për shembull për Musa alayhis salam, kur e merr ja përshkruajnë tmetat trupore të cilat nuk i ka pas. Ose për pejgamber që s'du me përmend për shkak të
respekti që na e kena e rujmë për pejgamber, domethënë i përshkruhet që ka bo zina. Kjo është mënyra më ofenduese për me i rrëfy për pejgamber, është mënyra më blasfemike. Neve pra nuk na lejohet më pas si mendime. Kurani vjen çka ta bën rrëfimin e saktë. Ju keni lexuar njerëz për filan pejgamberin, për Nuhun, për Ibrahimin, për Yunusin, për Davudin, për Sulejmanin, i keni lexuar në dhjatën e re e të vjetër, i keni lexuar psalmet e Davidit që i thënë. I keni lexuar mirë po ka pasaktësi. E çu është e sakta, atëherë marrim vesh prej Kuranit fisnik. E treta, njëjtën ngjarje mundesh me përmend në dy vende të ndryshme, mirë po me qëllime tjera didaktike. Çka i bën didaktike? Me qëllime tjera pedagogjike, me qëllime tjera për me mësu dikujt. Pra e përmend njëjtën ngjarje, mirë po ke për qëllim i nxjerr mësime të ndryshme. E Kurani fisnik i nxjerr mësime të ndryshme për atyre që mundohet me nxjerr Bibla në shumicën e rrëfimeve që ka janë te Kurani fisnik. Edhe fundit, që është më e forta për kretëve, është nuk regjistrohet asnjë reagim i krishterëve apo i hebrejve që mi thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ti na i ke marrë për neve. Domethënë se i kish marrë për ty ata mas pari kishin reagu. Kishin thënë që to që ti që i të i thon ai ken, atë i pas ke marrë për neve. Jo gatishmëria atyre për me pranu Islamin, për me pranu Kur'anin, nuk u kam se i kanë marrë për ty, po i kanë prej inatet edhe arsyeve tjera. Pra nuk kanë pranu, hebrejt për shembull nuk kanë mujt me paramendu që një arab më bëu për ta pejgamber. S'kan dash me pranu këto. Nuk kanë thënë që jo që to që tu e thon ti na i kenë në librat ton. E kjo është domethënë përgjigje, unë besoj që e pa më poshtshme. Nëse i marrim këto komponenta, edhe tjerë ka, mirë për nëse marrim këto kryesore, nuk ka mundësi domethënë që ky pretendim me qëndru edhe bjen edhe falënderimi i takon Allahut të Madh. Veçanti nëse kena parasysh pastaj edhe vetë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qysh ka mundësi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për 40 vjet mes popullit vet më u quajt el-Amin, besniku, me ia dhënë emanetet mirujt, e mes 40 vjetë ky më janis marrejt. A e dini në ai rast sot që ndonjë burr dikush 40 vjet u kanë drejt, mos i ka mush 40 vjet ja kanë nis më boda verxhi. Unë nuk di si rasti, as nuk kam mundësi, domethënë mendoj. E dyta, pse kish shkon motivi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për marrjet? Çfarë i shkon motivi? Pse kish pas nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam marrjet? Ja për me marrë famë, ja për me marrë pare, ja për me marrë pushtet, për çdo arsye. Krejt që to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka marrë, po i ka humbur përkundrazi. Në Mekë 13 vjet domethënë është përsekutu. 13 vjet është maltretu bashkë me besimtarë të tjerë. Edhe për hapja e Islamit e madhja ka ndodhur masi ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Forcimi i shtetit islam ka ndodhur masi ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo sa u ka ngjall. E çush ka mundësi dikush me lujt mashtrimin për 23 vjet, ndërkohë që nuk po merr asnjë fryt për fryteve të zakonshme të cilat i kanë qef mi marr mashtruesit. Tjetra është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç Kuranit e ka edhe hadithet. Pra është Kurani, që thon këm ka më shpall prej Zotit, edhe janë hadithe që janë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ato janë shpallje prej Zotit, mirë po nuk lexohen në namaz. Pra edhe hadithet, besoj që keni marrë me hoxhën mirësim, janë shpallje prej Zotit, të cilat nuk lexohen në namaz. Çush ka mundësi çaq shumë me dallu gjuha mes Kuranit edhe hadithit, e më kanë mi thon i njëjti njeri të dyja. Vallahi nëse e merr edhe lexon një hadith. Do të thënë, edhe mundohesh me lexuar me kam sikurse të Kuranit, me knu, pra, sikurse Kurani. Vallahi dallon. Cilin do hadith merre, edhe cilin do ajet merre, me njëherë din thoya që kjo është Kurani, që kjo është. Edhe për ata njerëz që shumë pak kanë ngu Kur'an, edhe për ata njerëz që shumë pak kanë marrë me hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tjetra është që janë realizuar krejt profecitë apo parashikimet e Kuranit, krejt që kanë pas, domethënë, që i ka parashikuar Kurani, që ato që kanë ndodhur janë realizuar çu që ka thonë Kurani. Çdo që s'ka ndodhur e kundërta hala. Domethënë nuk është demantuar në asnjë formë. Edhe e fundit, edhe pala tjetër e pranon, pra në shumicë ata që janë korrekt, e pranojnë që Kurani nuk ka burim njerëzor edhe pse nuk e besojnë. Domethënë edhe këto ka dëshmi të shumta, ne në fund ja u kumlon referencat dhe mundi më u kthy nëse ju intereson, mirë po, për shkak të kohës vazhdojmë inshallah me dyshimin e ditë. A ka dikush pyetje për dyshimin e parë? Jo. Alhamdulillah, me qëllim është
më thëmë, me rëndësi është, edhe qëllimi është me kuptu replikën edhe dyshimin nëse kupton mirë s'ka der. Nërpo me kuptu dyshimin e mos me kuptu replikën, kjo në qëtë problem. Pra nëse kupton dyshimin, e nuk e ke kuptu replikën, përgjigjen, nalëm, sepse kjo është shumë e rëndësi. Nuk muj me uqu për e këtu hit me dyshimin. Tu do në uqu me bindje, mas të krym do në konë matë bindur e jo me ma shumë dyshime. Dyshimi tjetër është, Kurani ka mos përputhje. Pra, disa prej këtyne pretendojnë që Kurani ka mos përputhje. Diku thot ndryshe, diku tjetër thot ndryshe. Ti shkon për Zotit, në bas tyne, po dhe për neve, edhe na thëmi qështu. Nëse Kurani është për Zotit, na besëm që është për Zotit, s'ka mundësi me konë me një vend ndryshe, me një vend ndryshe. Nuk ka mundësi me konstatu senet e ndryshme. Vetë Allah thot Kur'an, "Walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira." Sikur ti shkon për dikujt tjetër përveç Allahut, atëherë kish pas kundërshti të shumta. Edhe këto mëjmë ndana 3 kategori në Kur'an fisnik. Janë kundërthënie doktrinore ose rafimore, dytën abrogimi, apo që dje përmendëm pak që është neshi, pra kur një rregull anulohet me një rregull tjetër, ose mos përputhje me veten e deklaruar të Kuranit fisnik. Nëse marrim si shembull që cilin e përmendin këta që pretendojnë këtë lloj të kundërthënieve, që është kundërthënie doktrinore ose rafimore, thënë që Allahu i Madhum Kur'an thotë, Zoti ju është Allahu që i krijoi qiejtin dhe tokën për 6 ditë. Për kjo është ajeti në surën Al-A'raf, ajeti 54. Me një ajet tjetër, Allahu i Madhum është ajeti më i gjatë, thotë, "Vallë, a me të vërtet ju e mohoni atë i cili ka kriju tokën në 2 ditë, edhe sa joni Zotë të barabartë me të. Me atë. Ajo është Zoti i botëve, ai i krijoi në tokë male të palëvizshme që ngrihen lart e bekoi atë dhe përcaktojnë atë furnizimin për banorët e saj me mas për 4 ditë." Pra 2 edhe 4 që 6. Për 4 ditë. Ky është shpjegimi për cilin ata që për të gjithë ata që e pyesin. Pastaj ai u kthye qiellit që ishte në gjendje të mjegull, e i tha atij dhe tokës, "Ejani të dy me hira me pahira, ata u përgjigjem erdhën me gjithë dëshirën e të bindur." Ai krijoi 7 qiej në 2 ditë. Dhe çdo gjë në 2 ditë, pra do të thënë, u bën në 8. 6 dhe 2 8. Dhe çdo gjë qiellit i caktoi detyrat e tij. Qielli më të afërm në zbukuron me ju shkëlqyer edhe vazhdon ai. E rëndësishme është, pra në fillim thotë Allahu i Madhum, ai krijoi qiellin edhe tokën për 6 ditë në Araf. Këto janë surat ajetet në surën Fusilet, ku Allahu thot, pra e ka kriju tokën në 2 ditë, edhe pastaj vazhdon thot, e ka kriju tokën, malet e palëvizshme që ngrihen lart dhe kështu me radhë për 4 ditë, edhe pastaj thot i ka kriju qiejt për 2 ditë. Kanë ardhur tash këta që e kundërshtojnë, kanë thënë që këtu kokën 8 ditë. Në një ajet ka thënë që e ka kriju për 6, e këtu nëse numërojmë 2 edhe 4 edhe 2 bëjnë 8. Në Bibël është për 6 ditë. E thotë që kur e ka marrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju ka pështjell, një herë ka bëu 6 ditë, pastaj ka bëu 8 ditë. Cila është kundërpërgjigja që muj me dhënë këtu? A ka dikush? Me ton dikush që shtu është në Kur'an, çka i thu? I themi që 2 ditë e para, Allahu i Madhum thotë e ka kriju tokën. Pastaj që ky 2 ditëshi është brenda 4 ditëshi tjetër, sepse prapë thotë që ka kriju tokën edhe malet në to. Pra, komplet krijimi i tokës dhe që ka pas nevojë për njeriu ka zgat 4 ditë. Mirë, po nëse don, hala pa u bogati për njeriu, hala pa malet, hala u shkon vetëm 2 ditë. E qejt edhe do të thënë qejt edhe yjet që i ka krijuar kanë për 2 ditë tjera, kështu i kanë bërë 6 ditë. Pra 4 ditë janë për tokën edhe me përgatit gjithçka që i duhet njeriu edhe 2 ditë janë tjera për qejt. E nuk janë 2 + 4 + 2. Ha? Sikurse dikush më thon, do të thënë tash më ardhi dikush me na i numëron neve, më thon, më pyet në Zvicër, çka keni majt atje ders apo ligjërata, më thon, kena pas 2 net tribunën, edhe kena pas 2 ditë seminaret. Do të thënë 4 ditë keni pas. Po më brenda që ty ne, u kanë edhe ose më ardh dikush më thon, po unë i kam pas 2 ditë për Kur'anin, 2 ditë i ka pas vedati dhe 2 ditë i ka pas hoxha mirësim. Do të thënë 6 ditë keni majt. Jo, po çto brenda 2 ditëve janë kanë edhe këto pjesë tjera. Pra, kjo është keq kuptimi i çatimshëm. Apo një shembull tjetër që ne përmendim, ka të bëjë edhe me numrin e angjujve, ato as nuk e kam pru këtu, për shkak që domethënë është çash e qartë saqë nuk ka nevojë domethënë as më marr me ato sepse apo shihet që është e manipuluar, ku Allahu flet
për grupe të ndryshme të engjëme, diku i përmend 4, diku i përmend 8, e thot a janë 4, janë 8, janë 4 me një vend, dhe 8 janë në vendin tjetër. Edhe shembulli i tretë është Allahu i Madhëm thot në Kur'an, ne kemi kriju njeriun për një baltë të thatë marrë nga baltë e zezë. Diku tjetër thot është ai që ka krijuar prej ujit njeriun. Diku tjetër thot ai ka krijuar njeriun prej një pikë fare. A nuk e mban njeriu se nuk e kemi krijuar atë, nëse ne kemi krijuar atë kur ende nuk ishte asgjë. Pra, tu përmenden 4. A u kriju njeriu prej balte? A u kriju njeriu prej farës, prej pikës farës? A është kriju njeriu prej ujit? A është kriju njeriu prej asgjëje? Ata shvim të thotë që këtu ka kundërthënie mes ajeteve. Nëse merr këto ajete me njërin tjetrin, është që nuk janë të gjitha të njëjta. Çka i themi ne? A ka dikush përgjigje? Kriju prej bote, në kuptimin se Ademi alayhis salam. Apo? Po. Ka kriju prej ujit. Për shkak që pjesa më e madhe e qelizave tonë janë prej ujit, e kjo është zbulu tash, por kjo është në favorin ton, diku 80%, rreth 80% të qelizave janë të përbome prej ujit, po. Prej kurgjojit, Që ka kriju secilin prej neve, kurgjosin akon edhe në ardhën jetë, edhe Allahu i Madhëm na ka kriju prej pikës që krijohet secili njeri pra në këtë formë përveç Ademit alayhis salam. Tjetra është, po ecim pak më shpejt të këto dyshime edhe pse kum pas qef me zma ka dalë, po pesho që e kum konsumu kohën, tek abrogimi. Jo ju ka interesu domethënë edhe dje, andaj po nalim edhe te kjo pjesë. Allahu i Madhëm, edhe pse dje e kum shpjegu mas mësimit, pra pak kena folë për të. Allahu i Madhëm pra disa prej argumenteve, disa prej dispozitave i ka përshkallëzu. Domethënë edhe shembulli i mirë gjithmonë, sa është më i lehtë për më u kuptu, është shembulli i alkoolit. Pra, fillimisht është leju përdorimi i alkoolit, pastaj është ardhur ndalesë ku është ndalu pirja e alkoolit apo gjendja e dehur për me fal namazin, edhe pastaj ka ardhur urdhri i prerë në Medinë që më u largu tërësisht alkoolit. Tash ata të cilët thonë që ka kundërthënë në Kur'an thotë që këtu lejohet me pi alkool, po vetëm mos më shkon namaz, ndërkohë që në anën tjetër thotë që nuk lejohet as pak. Nëse marrim këto ajete, edhe analizojmë, atëherë shohim që Allahu i Madhëm disa prej çështjeve, dispozitave, të cilat ka pas nevojë me përshkallëzim për kuan kur është zbrit Kurani, i ka zbrit në çat formë. Pastaj na ka treguar në ajetet e tjera të Kuranit, për shembull ajetin ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Për çdo ajet të Kuranit që ne e shfuqizojmë apo e bëjmë që të harrohet, ne sjellim ndonjë tjetër më të mirë ose të ngjashëm me të, a nuk e di ti se Allah është i fuqishëm për të bërë çdo gjë. Pra, një dispozit e cila ka qenë aktive për një kohë të caktuar, deaktivizohet për shkak që për çat dispozit po s'ka më pas nevojë deri në ditën e gjykimit. E Allahu e din nevojën e njerëzve prej momentit të krijimit e deri në ditën e gjykimit edhe mas ditës së gjykimit që ka ndodhur pra në pafundësi. Rrjedhimisht Allahu i lartësuar e ka përcaktuar më të mirën për njerëzit. Për çat ku gjatë shpalljes së Kuranit. Më e mira për një etapë kon që ajo dispozit. Që ajo ku ka kaluar më dhe nuk kthehet. Prandaj Allah e ka prur dispozit tjetër. Ktu nuk ka kundërthënie. Ktu ka përshkallëzim të rregullit, përshkallëzim të dispozitave. Madje edhe sot shtetet moderne kanë një herë i vendosin ligjet në mënyrë të përshkallëzuar. Pra e vendosin një normë. Thotë deri 3 muaj të parë ka përjashtime, ligjin e kena bë, po nuk hyn fuqi edhe 3 muaj. Pastaj thotë mas 3 muajve vjen faza e parë e aplikimit të ligjit. Më edhe 3 muaj tjera vjen faza tjetër e aplikimit të ligjit. Kur kush nuk thotë që shteti është në kundërshtim me ligjet e tij. Kurani takon shembulli më i lartë, Allahu i takon shembulli më i lartë. Pra, këto nuk mund të pretendu kundërshtim. Kundërshtimi shkon sikurse si shikon aktive të dy këto rregulla. Me të thënë Allahu pa më të urdhëruar e ke haram alkoolin se si në situatë, edhe në njëjtën kohë e ke haram me koni dehun me shkon në namaz. Pra, më kon dy rregulla aktive, në njëjtën kohë kjo shkon kundërshtim. Se tash më tregua kom veç për namaz apo e kom gjithë. Sa nuk je në mes dhe nuk i ke të qartë. Tjetra është po. Po. Për shembull, s'u kam të atit të cilat i kam dëgjuar më herë, Po. ka kushtuar. Po, orno. Çështja për shembull, çështja e ngurzimit. Po. Që thuhet që është ajet ja provu.
Jo, për çështja e gurzimit nuk është i abrogum, po është vetëm për situata të caktuara. Po, a me po pyetja apo pjesë e Kuranit apo jo? Pjesë e Kuranit nuk më kujtohet, është ajet në Kuran vetat gurzimi? Po, është prej hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, megjithatë nuk është pjesë e abroguar tek hukmi, tek dispozita. Tek dispozita është e aplikueshme ashtu që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rastin e zinas kur e bën një i martuar, pra aplikohet kjo dispozit, që ka ndodhur me sahabiun edhe atë grua e cila ka shkuar dhe është rrëfy, pastaj kjo ka qenë pjesë me cilën është shpërla. Po. Nuk kena në Kuran diçka, cila ka zbrisur Kuran dhe pastaj është larguar apo ka ndryshuar. Jo, nuk ka kur gjë pe Kuranit që i është shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe sot nuk është në Kuran. A ke qartë? A është kjo pyetje? Pra nuk ka ndonjë ajet që Allahu ja ka shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me cilën do mënyrë të shpalljes, e sot na nuk e kena në Kuran atëherë ukon. Kjo nuk ka. Domethënë kjo nuk ka asnjë pjesë, gjithçka që ka zbrit është në Kuran. Mundet më kon e abrogum, e shfuqizuar, se abrogimi është shfuqizimi, jo shlyerja. E qartë? Tamam, alhamdulillah. Edhe pjesa tjetër është ajo që e përdorin, thonë mos përputhje me vetë ato që deklaron Kurani, edhe këtu e përmend një ajet që është në surën Ali Imran, ku Allahu thot disa ajete janë qarta me kuptim të drejtë për drejtë, ato janë themeli i librit, kurse disa tjera janë jo krejtësisht të qarta. Pra muhkem edhe mutashabi. Gjithashtu në ajete tjera përmendet që Kurani është i qartë edhe sqarues. Tibyan li kulli shay, pra është sqarues për gjithçka. Kur ti merr domethënë këto ajetet në këtë formë, thotë çush ka mundsi Kurani është i qartë, është sqarues, e në anën tjetër thotë disa ajete janë qarta, disa ajete janë të paqarta. Që kjo qartësia dhe paqartësia e ajeteve janë në raport me nevojën e njerëzve për to. Ajetet për cilat kanë nevojë krejt njerëzit, ato janë qarta për krejt. Ajetet të cilat kanë nevojë specializim, ato janë qarta për dietarët. Edhe një pjesë e ajeteve munden më kon të paqarta për shumicën e njerëzve ose për gjithë, veçanti nëse flasim për ajetet të cilat janë të njohura sikurse huruf al-muqatta apo shkronjat e ndara. Për këto ka mendime të ndryshme dietarëve, mirë po nuk e di me siguri. Kjo na tregon neve që Kurani fisnik i ka disa pjesë. Pjesa e cila i duhet gjithëve është e qartë për gjithë. Pjesa e cila është e specializuar për dietarët, ajo është e veçantë vetëm për dietarët, edhe duhet me marrë specializim. Sikurse dikush më thon shkenca e raketave nuk është e saktë për shkak se unë nuk e kam të qartë. Ti nuk e ke të qartë për shkak se nuk e ke specializimin e duhur për me kuptu. Po me kon që i merr shkenca të tjera të cilat duhet mi pas, atëherë kishe kuptu edhe këtë shkencë. Unë kam kalu kohën, por nuk e di a muj mi kalu tjerat. Me marr vetëm një shembull. Për shembull të Kurani edhe shkenca është dyshimi të tretë. Atëherë i keni këtë materialin që e kam bogati, edhe inshallah i ktheheni. Mundi me lexu nëse keni ndonjë pyetje më drejtoni, ju përgjigjem kurdo që ka mundësi ju përgjigj. Mirë po, për shkak të kohës nuk mundem me vazhdu tek Kurani dhe shkenca. Kurani edhe autenticiteti i tij, këtu po duam të përmend njërin prej fakteve apo zbulimeve të kohës tonë është që në Universitetin e Birminghamit në Londër i kanë quajtur disa prej shkrimeve të kohës së halifëve. Domethënë nuk mundet më u precizu saktë apo në kohën e Abu Bekrit, apo në kohën e Omerit, apo në kohën e Uthmanit, por daton domethënë shumë herët, edhe është vërtetuar shkencërisht duke përdorur metodën e karbonit, është një metodë që përdoret, e kanë vërtetuar shkencërisht që ajo e shkruar është pikërisht prej kësaj kohe. Domethënë edhe është një vërtetim i cili është bërë nëse s'gaboj në vitin 2015. Pastaj kena ekstremistët perëndimor si Golzar, Shaht edhe Krane Kuk, këta që janë. Këta zakonisht, domethënë i kanë sulmet ndaj Islamit krejtësisht pa bazuar, interpretime arbitrare. E pastaj nuk ja vlen edhe me ja u kthy me argumente se interpretimin ai që ta bën është komplet jashtë çdo konteksti. Për shembull thotë që nuk kena asnjë fakt që Kurani që ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i njëjti me Kuranin që kena na sot. Ndërkohë që testet
e karbonit Birmingham ta kanë saksu qëto. Tjetra, muslimant e shumë gjithmonë janë kanë me numër tepër të madh të hafëzave, cilat një breze ka mësu edhe ka tregu tjetrit. E nuk ka pas mundësi, shtasht janë WhatsAppet, janë internetet, e kanë komunikim, nuk ka pas mundësi me ditë si ai në Afrikë, si ai në Azi, si ai në Evropë, njëtin Kur'an me thënë, edhe secili me shpik apo me ndryshu në formë njëjtë që mu ndryshu Kur'anin fisnik. Pra, diçka është e pamundshme, prandaj pretendimet e tyne, këtyne ekstremistëve që janë perëndimor, e ke studiues tjerë të cilët janë jo besimtar, prap. One S, Robinson, Peters, ky është ateist, domethënë. Këta vetë thënë që jeni domethënë larg realitetit, jeni tokë bukës me një farë fjale. Pra, jeni larg secilit realitet, sepse s'ka mundësi me kontestu që ato që e ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është e njëjta ato që e kanë muslimanë sot. Brenda përmbajtja pastaj është muhabet tjetër. Edhe dyshimi i fundit që kam dashur me përmend, Kurani dhe vlefshmëria e tij edhe sot, këtu përmenden disa dyshime. Përmendet shumë dhuna edhe lufta në Kur'an, edhe i marrin dhe i shkëpusin ajetet. Për shembull thonë, Allahu thotë në Kur'an që nuk ka imponim fi. Në anën tjetër, Allahu thotë në Kur'an që kudo që i gjeni jo besimtar, kapeni edhe myteni. Po thotë këtu ka kundërthënie. Po kjo është minxer për kontekstit. Kjo është minxer jashtë kontekstit. Në kohë lufte, ai duhet mi marr ajetet e luftës. Në kohë paqe, duhet mi marrë dhe mi apliku ajetet e paqes. Edhe kjo është me gjithë shka dhe me fjalët e secilit njeri. Pra, na nuk i kena largë, veçanti populli jon, pra nuk i kena largë luftën me shkije që i kena pas. Nuk i kena largë. Dhe me thënë, qatë herë u konë koha për me luftu. Së është dash me mbrojt vatani, është dash me mbrojt nderin e shtëpisë, është dash me mbrojt pragun e shtëpisë, është dash me mbrojt vendin tonë. Më po që tash më çu dikush me luftu në Kosovë, do të thënë i themi ti si normal. Për shkak se tash jena në kohë të paqes. Kjo është njëra prej dyshimeve që i vendosin, dhe thonë që nuk është i vlefshëm Kurani sepse fton luftë. Fton luftë në rrethanat e luftës, edhe fton paqen në rrethanat e paqes. Tjetër është, thotë ju thonë që nuk ka dhunë fe, ndërkohë që nuk lejoni fe tjetër. Edhe kjo është e pasaktë. I marrin ajetet e gjizjes. Ajetet e gjizjes janë që Allahu na mëson neve që kur të hyjmë në luftë me jo besimtar, ose me fitu luftën, domethënë në kuptimin që me u konvertu ata në musliman, ose duhet me pagu gjizjen, që është një lloj taksës, në mënyrë që me jetu në shtetin islam. Por kjo është diçka që është rregulluar me sot në krejt shtetet. Domethënë përkundër Islami i ka paraprik kësaj. Pastaj zgjidhja që i jepet një jo besimtari ose beso ose paguaj taksën është për arsye shumë praktike. Pra, ose beso, edhe nëse duhet me mbrojt vatanin, jenë rradhat e ushtrisë muslimane, ose mos beso rrin fen tënde, po paguaj që s'jetë u ardhë me rreziku jetën tënde. Pra, çush ka mundësi na krejt me rreziku jetën për me mbrojt paqen dhe qetësinë, ndërkohë që ti jeton në shtëpinë tënde dhe nuk don as me pagu një taks shtetit për këtë arsye. Edhe në fund të ajetit thuhet wa hum saghirin, dhe ata janë të poshtruar, e shumë prej atyre që e kanë konstituar kanë thënë në rregull, këtë shpjegim po e pranojmë, po këto të poshtruar pse më kanë të poshtruar. E dietarët si Taberiu dhe të tjerë kanë thënë që nuk bën ata që janë të sigurt për muslimanëve që jeton jo besimtarë që jeton në mesin e muslimanëve me i poshtnu njerëzit. Mirë po duhen më kanë të poshtruar në drejt autoritetit të shtetit, me pranu autoritetin e shtetit. Kur sot nuk është i poshtruar para shtetit, autoritetit të shtetit. Pra, gjithë ne jemi të poshtruar para autoritetit të shtetit, në kuptimin e asaj që na jemi të bindur ndaj secilit vendim që e merr shteti. Se ndryshe pason gjobët, ndryshe pason burgimi, ndryshe pason përndjekja, e cila është rregullim shtetëror. Edhe e treta, si dyshim, i kanë përmend shumë çështjet e gruas. Edhe këtu pastaj kanë përmend disa tema. Për ty në për shembull kanë përmend poligamin. Qysh ka mundësi që më kon relevant Kurani, ndërkohë që Islami e lejon martesën për burrin me 4 gra, ndërsa për gruan vetëm me 1 burr. E kanë përmend gjithashtu trashëgimin. Qysh ka mundësi që Kurani më kon i vlefshëm edhe sot kur grusi takon 1 hise ndërkohë që burri takojnë 2, ose qysh ka mundësi që përmendet shumë ajeti ku i lejohet burrit me godit grun.
pra ajeti që përmenden në Kur'an, e këto i marrin edhe si shembull me kallëzu që Kur'ani është jashtë kohës, është i dalur prej kohës. I marrim shumë shpejt mi kalu prej këtyre. E para, nëse e marrim sa i përket poligamisë. Duhet me ditë që në kulturat e ndryshme, në veçanti në kohën e shpalljes së Kur'anit, po edhe sot, numri i grave me cilat mundet më martu një burr nuk u kon asnjëri kufizum. Pra kulturat e ndryshme nuk ka pas ndonjë kufi sa mundet më martu burri me sa gra mundet më martu. E kundërta pse s'ndodh është shumë e qartë, s'di sa ka nevojë me e qartësues. Domethënë lindin problemet e atësisë, natyra e gruas edhe kështu me radhë, pra nuk është as teme e diskutimit. Mirë, pse ka kufizuar Islami në 4, sepse ka pa që aty është kufini, që nuk ka mundësi me shku përtej saj dhe ka bërë si maksimumi, gjithashtu e ka rregulluar një çështje të paregulluar. Ka thënë nëse don një burr me martu me një grua të dytë, duhet më kon i drejtë si me të parën sikurse me të dytën. Don me marr të tretën, duhet më kon i drejtë si me të parën, si me të dytën, si me të tretën. Pra drejtsinë e ka kurzu. Ka thënë nëse s'mundesh më kon i drejtë, atëherë ri me një grua. Gjithashtu edhe kena thënë që Kurani apo Islami në përgjithësi është universal për këtë kulturat. Nëse ti nuk e ke në kulturë me marr më shumë se një grua, në rregull, ri me një grua, nuk e ke kurfar detyrimi. Ase nuk e ke ndaj sevap më të madh, as kurrë. Domethënë nuk ka shtytje në këtë drejtim. Mirë, po nëse jemi në një kulturë ku mundesh me marr më shumë se një, atëherë domethënë e ke të lejuar me Islamin, po e kufizum në 4 gra. Nëse marrim pjesën e trashëgimisë, Islami ka ngarku burrin me kujdesin për familje, jo gruan. Gruaja nëse ka një pasuri, i takon asaj me mbajt për vete. Ndërkohë që burri është i detyruar me ushqy gruan, me vesh, me asiguru vendin pra banimin, gjithashtu edhe fëmijëve. Prandaj edhe trashëgimia pastaj ndahet. Më herët gruaja s'ka pas trashëgimi hiç. Madje tena hala nuk e ka hiç. Domethënë me ligje ka. Mirë, po me marr gruaja, domethënë bëhet potere e madhe. Në shumicën e vendeve, fatkeqësisht. Ndërkohë që me Islam është po e merr me drejtësi aq sa i takon. Sa i përket goditjes, duhet me ditë që këtu janë përmend disa faza në ky ajet. E para është përmend, ka thënë që burri duhet me e këshillu gruan. E kush mundet me dhënë këshilla? Dikush që din me këshillu. Nuk mundet na i laper me dhënë këshilla gruas, domethënë dikush që vet nuk është, nuk mundet me ju drejtu dikujt tjetër me këshilla. Dikush që s'din nuk mundet me ju drejtu tjetër kujt me këshilla. E nëse për këshilla duhet më koni kualifikum. Çka ja merr mendja pastaj për këto faza tjera. Faza e dytë është që me nda peshtratit, edhe e treta është me goditje të lehta, të cilat nuk duhet me shkaktu lëndime. Jo, nuk duhet me sakatu, po nuk duhet me shkaktu lëndime. Zguzon goditja më kon për me shkaktu lëndime, mirë po duhet më kon mënyrë që me i tregu familjes, domethënë me alarmu gjendjen që pas kësaj është veç ndarje, pas kësaj veç prishet familja. Domethënë pas kësaj kjo është e fundit. Madje edhe kur vjen që aty zakonisht më përfundon me ndarje, sepse mirë po nëse është një mënyrë me shpëtu martesën, edhe me tregu që gjendja është shumë serioze dhe shumë e rëndë, edhe domethënë e bën ai goditje të vogël sa me tregu që ki e parasysh o grua se që tu mbaron çështja, atëherë domethënë nuk mund me akuzu që Kurani të fton në dhunë. Përkundrazi, nëse dikush nuk është i kualifikum për me bë fazën e parë, nuk kena mundësi me thënë që është i kualifikum, pastaj me ushtruar edhe dhunë ndaj gruas. Pra, dikush që nuk ka mundësi, i themi që ti s'ke drejt as me këshillu, qysh kena mundësi mi thënë që ti ke drejt me rrekrun. Domethënë Allahu na rujt, pastaj vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk e ka rrej asnjë prej grave të tij. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dëgjuar që disa prej burrave i ushtrojnë dhunë ndaj grave të tyre, ka thënë ata nuk janë njerëz më të mirë në mesin e juaj. Pra mos i merrni për model, mos i merrni për udhëheqës, njerëzit të tillë, prandaj duke i marrë parasysh gjitha këto, unë besoj që bëhet e qartë që Kurani fisnik në asnjë formë nuk mundet më ucenu autoriteti i tij, qoftë si forcë argumentuese, qoftë si vlefshmëri universale për gjitha kohët dhe për gjitha vendet. Për gjitha situatat nuk ka zgjidhje më të mirë për njerëzit se sa dispozitat e Kuranit fisnik, e cilat kuptohen padyshim duke i bashkangjitur edhe sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shpjegimin e dietarëve. Unë ju kërkoj ndjesë për zgjatje, mirë po jam munduar me përmbledh në mënyrë sa më të shpejtë dhe sa më të shkurt mendjen time, megjithatë është zgjat. Materialet ja kam dërguar dikujt prej, besoj që janë në grup, kështu që pjesën tjetër inshallah e lexoni. Nëse keni ndonjë pyetje,
tash urdhëroni nëse gjatë leximit ju lind ndonjë pyetje, atëherë mundin me më kontaktu. Allahu ju shpërbleft për dëgjim, edhe Allahu na bëf për atyre të cilët nuk i ndohen Kur'anit fisnik në asnjë moment të jetës së tyre, aty e gjejnë qetësinë, aty e gjejnë rahatin, aty e gjejnë prehjen, edhe aty e gjejnë inshallah shpëtimin. Sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, walhamdulillahi rabbil alamin.